Që thot Allah i madhruar për t'i lavdru këto njerëzit që japin rrugt Allahut dhe këtë pasuri e shfrytëzojnë për mirë. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Që thot Allah i madhruar, kushdo që jep sadaka, wattaqa dhe i friksohet Allahut, nuk e jep këtë sadaka, t'i jap këtij unë ta bëj për vetet, më ta bëj lolo, ta bëj leck. Të dashun ti hajde tash ndihmo. Jo, ta jap për hir të Allahut, ka frikë Allahun. Dhe thot wa saddaqa bil husna, dhe besoj botën tjetër, se edhe qafirat dhe jo besimtarët o vlezër japin vallahi, japin shumë. Japin edhe jo besimtarët, ama kush mangësia e tyre? Se besojnë Allahun, se besojnë botën tjetër, se besojnë xhenetin, se besojnë xhehenemin, si besojnë melajket, si besojnë xhindët. Por këto janë bazat fesë. Po s'besove këto, sa muslimani je ti? Kështu që ai cili thot Allah i madhruar dha për hir të Allahut, ju frikso Allahut dhe pastaj çfarë? E besoj botën tjetër, këtij personi do t'ja lehtësojmë rrugën për xhenet, thot Allah i madhruar.